Shqiptare dhe shpirt artistik të formuar në Itali, violinistja Suela Mullaj është një nga ato artiste që nuk interpretojnë thjesht muzikë, por e jetojnë atë në çdo notë. Që në moshë të re, talenti i saj i jashtëzakonshëm dhe virtuoziteti i rrallë e quan drejt skenave ndërkombëtare, ku ajo arriti të prek zemrat e publikut me një interpretim plot ndjeshmëri, elegancë dhe forcë. E diplomuar me rezultate maksimale në Konservatorin Gjiverdi të Milanos dhe e formuar pranë mjeshtrave të mëdhenj të violinës, ajo ka ndërtuar një karrierë të shkëlqyer si soliste, duke interpretuar repertorin më të madh violinistik në skena prestigjioze, si në New York dhe në festivalet më të rëndësishme europiane. Çdo performancë e saj është një udhëtim emocional, ku teknika e përkryer bashkohet me një shpirt artistik të thellë. Në jetën dhe në artin e saj, një rol të rëndësishëm luan edhe bashkëshorti, dirigjenti dhe pianisti italian Massimo Palumbo, një figurë e njohur dhe me ndikim në skenën muzikore italiane. Së bashku, ata ndajnë jo vetëm jetën, por edhe pasionin për muzikën, duke krijuar projekte artistike me vlerë të veçantë si Akademinë e Orkestrës Europiane. Përtej skenës, Suela Mullaj është edhe një mbështetëse e përkushtuar e talenteve të reja, duke kontribuar në edukimin dhe frymëzimin e brezave të ardhshëm. Arti i saj na tregon se kur muzika buron nga shpirti, ka fuqinë të prek përjetësinë. Si që kuptuat pra zonja dhe zotrin, kam kënaqësinë të kem të ftuar në studion e Çasti i dur në këtë pjesë të fundit, Suela Mullaj, mirë se vjen, kënaqësi që të kam këtu. Është impresionuese të flasësh për karrierën tënde dhe në fillim kur dëgjova dhe po diskutonim pikërisht për arritjet e tua, thash, wow, shiko, ne në Shqipëri kemi patur personalitetet të cilët për një gjë apo për një tjetër i kemi trumbetuar shumë. Ti në fakt suksesin e ke patur të jashtëzakonshëm, kur mendon që vetëm 14 vjeç ke interpretuar me orkestrën e Rajt, duke u bërë një fenomen edhe në një shtet si Italia, ku muzika ka lindur bashkë me disa nga kompozitorët më të mëdhenj të historisë muzikës botërore, ti thua po prit një herë. Kush është kjo vajzë që kur iku vetëm 13 vjeç me një talent të jashtëzakonshëm, bëri atë diferencën dhe i tregoi botës që mund të jesh shqiptare, mund të jesh dhe fëmijë, mund të jesh dhe adoleshente, por mund të prekësh skena nga më të rëndësishme. Në rast parë ju falenderoj nga zemra për këtë ftesë shumë ishte një surprizë për mua, sepse në fakt në Shqipëri nuk është që kam ardhur shpesh, ka qenë një periudhë që kemi bërë. Të kemi elaboruar do të duhet. Sepse me thënë të drejtën unë mendoj që artisti duhet të jetë një luan i vërtet në skenë, por jashtë skene është shumë i brisht. Në sensin, artisti ka nevojë të përkthelet, ka nevojë të jeti mirëpritur, sidomos kur flitet dhe për vendin e tij. Dhe shpeshherë iniciativat kanë qenë shumë të bukura për Shqipërinë, por gjithmonë kanë pasur pak atë kohën e tyre, sigurisht ju falenderoj shumë për atë momentin e bukur të koncertit Tchaikovskit të përjetuar me djemë dhe vajzat e orkestrës Radio Televizionit që dua t'i përshëndes. Ishte një projekt dhe një emocion shumë i bukur, sigurisht. Pati atë kohën vetë dhe pastaj artisti vazhdon. Sepse artisti në fund fare, në një farë lloj mënyre, sigurisht shpirti jonë është në Shqipëri, kur ikën shumë i ri, sidomos në periudhën e tranzicionit, ku pa ndihmën edhe të profesorëve, të mi të mrekullueshëm që gjerasin t'i përshëndes dhe t'i falenderoj, duke filluar nga mësuesja ime e parë, Mamin Sabazi, profesor Roland Gjorgji dhe mbi të gjitha profesor Gianni Ciko, i cili u bë iniciatori me virtuozët e të hershëm, ai i cili më dha mundësinë që unë bëja këtë audicion me mjeshtrin Abado, që ishte dhe dirigenti, drejtori i madh i Konservatorit Milanos.
Dhe ai më dha të dy këto profesor dhe Roland Gjorgji që më përgatiti për disa konkurse internacionale, bashkë me nënën time që është violinista dhe që ka E qenë jashtëzakonshme duhet përmendur ndikimi i Greta Mullaj Sojli, që është mamaja jote. Kështu që ka qenë gjithmonë ajo gjysma e shpirtit tim artist. Dhe vazhdon të jetë dhe sot e kësaj dite sigurisht. Ato bën të mundur që unë shkova në konservator, kohët atëre ishin shumë ndryshe nga sot, si që perceptojmë ne, kështu që gjithë shka dveshë për vetë, unë kisha një talent. Besoj që spikate, në ato kohë për gjithmonë e tregoja në skenë. Kështu që... Ma kujtohet momentin e interpretimit me orkestrën e Rajt të Sibelius, koncerti Sibelius 14 vjeç. Po bëj fenomene gjithë Italinë. Në fakt, ka qenë një periudhë që ne shikonim, këtu në Shqipëri ka qenë një violinist shumë i talentuar, me origjinë serbe Milenkovic, që për ne fëmijët ishte shumë, dhe më thonë, diçka o një talent botëror jashtëzakonshëm. Por liceun artistik ishte shumë nga ne që ishin ndoshta edhe më përpara, dhe më kujtohet, ai mund të kohën e parë të koncertit Mendelssohnit, unë i bëja të treja kote me Mendelssohnit, në ti të mosh, 9-10 vjeç pak a shumë, prashk me profesorët, sigurisht, në vetëm mundësit ishin që t'ishin Shqipëri dhe ishte shumë, eksakt, dhe ne nuk ishim ato mundësit që të bile dhe kur më kërkoj një profesor që quhej Gerard Poulet për të studiuar në Paris në ato kohë, për arsye të atij momenti që ka qenë Shqipëria nuk lejoheshe, duke pasur dhe një prejardhje nga një familje në Sojza, që në atë regjim nuk shkonte shumë në të njëjtën linjë mendimi, themi. Megjithatë kishte shumë profesor që më mbështetën. Në momenti i parë i Rajt ka qenë jashtëzakonshëm sepse pata një profesor që quhej Gigino Maestro, një çmim i 4 Paganini që më ndoqi shumë. Dhe më kujtohet që kur më shikonte që luaja Sibeliusin me një dirigjent jashtëzakonshëm, Vladimir Delman, që ka qenë një nga kokat e skenës internacionale, sigurisht që pati një moment që rodhi një lotë dhe tha si ka mundësi një fëmijë në këtë moshë mund të luaj diçka të tillë. Po ishte natyrale. Njeriu, do të thonë, është e çuditshme se si sot kemi edhe një ditë të shënuar në një farë lloj mënyre dhe uroj të gjithë besimtarët, kudo që janë, gëzuar, Zoti zgjedh dhe Zoti zgjedh të hedh direkt në betejë, ata ushtarët më të mirë, nuk të lë ta mendosh. Të lë në jetë, shumë shenja. Këtë doja të të pyesja në fakt. Talenti sigurisht ka qenë, mundësit të dhanë, po sa sfiduese ka qenë për ty? Kur ka qenë momentet kur vërtet jetë rënditur? Se ka disa realitetet cilat ne duhet i pranojmë. Shqiptare, vendi huaj, pavarësisht se talenti është gjithmonë, po nuk punove shumë dhe po nuk sakrifikove shumë, të gjithë e dim që edhe talenti të lë, nuk vlen. Atëherë, momente ka gjatë gjithë jetës, sepse artisti jeton me sfida, jeton me emocione, jeton me emocione të cilat duhet të dish t'i kontrollosh jo vetëm nga ana teknike, emocionale, por mbi gjitha dhe nga ana shpirtërore, sepse ne jemi një instrument për në atë urën shpirtërore midis instrumentit dhe personave që vinë dhe ne duhet t'i shprejmë emocionet tona. Duke qenë një urë lidhse, një artist duhet të ketë shumë ingredienti brenda në sensi. Nuk më mjafton vetëm ai talenti i lindur, duhet pastaj shkolla, kultura që ti merr, mënyra se si ti e kolokon veten tënde në marrëdhënie në rast të parë njerëzore. Dhe pastaj me muzikën ajo është diçka universale dhe unike. Ka qenë një rrugtim i cili në fakt të ka takuar me njerëz të jashtëzakonshëm, të kanë qitur në skena të jashtëzakonshme, të ka bërë të interpretosh në instrument të jashtëzakonshëm. Ti përdor dy violina shumë të rralla, Galliano 1761 dhe Guarnieri del Gesù. Si kanë mbritur ato në dorën tënde dhe si është marrëdhënia jote me dy violinat e tua? Marrëdhënia ime është e jashtëzakonshme, ato janë si dy fëmijë, po dhe si dy
sikur ti ke një instrument i flet me ty, është vetja jote, në sensin aty kanë kaluar shumë instrumentistë të rrallë që kanë lënë emocionet e tyre dhe ti e ndjen vibracionin e tyre mbi të gjitha. Që nga momenti që është marrë ai druri, është limuar, është bërë, është dhënë jetë, ai ka lindur me jetë, po instrumentisti ka lënë shpirtin, ti ndjen ato shekujt e ndryshëm që kanë kaluar aty, edhe kur shkon në skenë pastaj triumfon me to, sepse ato të lënë që ti ke ato krahët që të fluturosh, po me instrumentin pastaj fluturon. Si ke mbritur tek këto dy instrumenta? Si kanë mbritur? Janë dy instrumenta që më janë besuar nga dy fondacione shumë të rëndësishme, një fondacion në Milano, që e falenderoj shumë, Pro Canale, i cili ndiqet nga njerëz të cilët i dashurojnë violinistët dhe i kanë mbështetur gjatë gjithë kohës së tyre në karrierën e tyre, se për një instrumentistë shumë e rëndësishme instrumenti që ato përdorin, dhe ato kanë një sensibilitet të rrallë, njerëz shumë të tërhequr, nuk i kanë shumë dëshirë daljet në skenë ose kështu, por që unë kam rastin që t'i falenderoj, dhe një tjetër fondacion zviceриan, i cili dhe ato më kanë dhënë mundësinë që të luaj me Guarnerin. Sigurisht nuk janë instrumente që janë pronësi, duke qenë që dhe unë mendoj që është dhe shumë e drejtë kjo gjë, sepse në një mënyrë instrumenti nuk mund të merret si një pikturë edhe thjesht të vihet në mur. Jo, duhet trashëguar. Instrumenti duhet shkojë te instrumentistët, duhet bëjë udhëtimin e tyre. Dhe historia të kaloj aty. Është një film bile shumë i bukur, Violina e Kuqe, që ka eksaktësisht të udhëtimin që kanë, ne jemi një shpirt i lirë që jemi në udhëtim. Që duhet patjetër të nxjerrë muzikën nëpërmjet këtyre instrumentave. Bashkëshorti jot, Massimo, ose le ta themi kështu partneri jot, sepse nuk keni zgjedhur formalisht, është një tjetër moment shumë i rëndësishëm në jetën tënde që ka ardhur fare rastësisht, teksa një ditë ti uftove për qenë pjesë e koncertit ti dhe nuk nda më nga kënja jote. Po i kërkonte një instrumentiste, një violinist ose violiniste kishte kërkuar me të vërtet të gjithë violinistët e mundur dhe në fund i kishte ngelur një thjesht emrim në xhaket nga një fan si imi që më ndishte gjithmonë dhe kishte të ndëgjoj merr këtë violiniste në telefon sepse me të vërtet ja vlen. Kishte kaluar një vit e gjysmë, e ato ditë kishte marrë këtë letër se nuk po gjente më dikë që t'i bënte repertorin që ai kërkonte brenda 24 orëve. Mbile emrin tim në vend që ta kishte shkruar Suela Mullaj, kishte shkruar Su Mulla dhe nuk e kuptonte çfarë ishte. Ishte një periudhë tranzicioni edhe për pjesën tonë si shiheshim në Itali, sepse kishim dhe ato pullën. E thash që në fillim të themi, dhe kështu që ishte akoma më e vështirë një gjë e tillë. Më mori dhe më thotë kështu, i them, më lër çfarë kore që unë të mendohem, se ishte me të vërtetë e vështirë. Mbas çfarë kore dikush tjetër që kuptoi që ishte emri im, sepse në art këto gjëra ndodhin, i tha, jo, do ta bëj unë. Ishte një violinist rus. Dhe më merr në telefon, jo, thotë e zgjidha ato muhabet, kam gjetur ti që do ta bëj. Dhe i them, jo, nuk ekziston. Ti më the 15 minuta dhe kështu duhet jetë dhe mbaje fjalën. Domethënë isha shumë e vendosur, dhe i tha, po, ke shumë të drejta, ti më përgjigje dhe do takohemi. Nga momenti që u takuam, kujtohet që kur po ngjisja shkallët në atë studion që ishte pianoforte, Steinway i tij, e kështu, kujtohet që më shikoi kështu dhe i ngelën syt. Edhe, si duket mbas shumë vitesh, sigurisht më tha, ka qenë dashuri me shikim të parë, po mendova sa thjesht që ishe një vajzë e lezetshme, se sigurisht kohët kanë kaluar tani, po në ato kohë isha më lezetshme. Ti e gjithsesi shumë e lezetshme. Edhe nga i moment pastaj ku luajta në violin, ajo pastaj kompletoi komplet edhe figurën e qenit. Deri diku i kompletuar, besa se nuk asnjëherë jeta gjithmonë. Është ai në Tiranë këtë ditë me ty? Ai shkon uston shumë shpesh, shkon edhe vjen. Në këtë moment, unë kam bërë një lloj në këto kohët e fundit, sidomos rreth një vit e gjysmë, kam prindrit e mi, të cilët një pjesë të kohës së tyre jetojnë këtu në Shqipëri, me që ato më kanë dhënë shumë dhe unë kam vendosur që të shumë gjëra bëj shumë regjistrime audio, që mendoj që ngelen sot sepse teknologjia ka ndryshuar jashtëmase, dhe pedagogji, kam student, mund të them, në shumë qytete evropiane, dhe
sa po fituan 2 studentët e mi në Zvicër një çmim të parë për para pak ditëve dhe më bën shumë orgolloza kur e thon. Edhe është një lloj ano sabatiko që unë kam marrë për t'u dedikuar familjes, për ta parë një çik botën dhe nga ana tjetër e të qenit nga skena. Edhe më ka bërë shumë mirë se kam njohur njerëz të jashtëzakonshëm. Më vjen shumë mirë këtë gjë. Edhe kjo do një lloj pikurie emocionale, personale. Pastaj kjo sigurisht shprehet në skenë, shprehet në interpretim, shprehet në ato që na është dhënë për të qenë në rast të parë ne. Eksperienca dhe emocione që më pas kthehen në tinguj dhe në punën tënde. Më vjen shumë mirë që ishe me mua këtu sot. Shumë faleminderit për ftesën. Të uroj nga zemra që të kesh koncerte sa më të suksesshme. Faleminderit. Dhe ndoshta herën tjetër na fton kur të kesh diçka të bukur. Absolutisht. Tashmë bota është e hapur, mundësit janë dhe ne udhtojmë dhe vim. Do kisha shumë dëshirë të bëja diçka të bukur këtu, edhe sigurisht kur gjërat janë të pjekura dhe të jenë pa pretendime, thjesht muzikë. Pse jo? Muzika është ushqim për shpirtin. Dhe është gjithmonë diçka që njerëzit e duan, e shijojnë dhe sidomos kur vjen nga duar profesionistësh të jashtëzakonshëm. Faleminderit që Ju falenderoj shumë për ftesën dhe ju uroj gjithë mira. Nëjsi. Mirë, me këtë intervistë mbyllim në bukuri edhe për sot emisionin ton Çasti i Durrës, është e premte dhe një herë një urim për gjithë ata që sot festojnë Fitër Bajramin. Dhe ne të takojmë sërish ditën e hënë. Deri atëherë, bashkë, mirupafshim.